evaluohet objektivisht nga partnerët tanë, ashtu si kundër edhe për çfarë hapash ne do të bëjmë më tej. Në ndërkohë duke qenë se janë të pranishëm t'i falenderoj të gjithë ata që janë pjesë në grupit të drejtues dhe ekspertëve të prokurimeve për punën e jashtëzakonshme që kanë bërë dhe po e nis me diçka që bazuar në fakte besoj vlen si hyrje në këtë temë. Janë disa fjali që mund të tingëllojnë sikur fliten për Shqipërinë, po në fakt janë fjali të nxjerra nga një raport i detajuar i Gjykatës Evropiane të Llogarive për vendet e Bashkimit Evropian lidhur me prokurimet publike. I sjell në vëmendje për të vendosur në një kontekst bashkëbizetimin e sotëm, por edhe për të pasur një pamje të pozicionit ku ndodhet Shqipëria në raport me një tematik nga më të rëndësishmet e procesit të antarësimit dhe nga më të rëndësishmet për vetë familjen europiane, për të ndarë me publikun kënaqësinë e vlerësimeve të njëpasnjëshme që janë bërë Shqipërisë së fundmi, bazuar po mbi fakte. Raporti flet për një nivel konkurrence për kontratat publike në rënje gjatë viteve të fundit. Flet për një mungesë ndërgjegjësimi lidhur me faktin që konkurenca është një parakusht kyç për vlerën e paras në prokurimet publike. Flet për treguesit kyç për matjen e konkurrencës që mbeten të pakënaqshëm në shumicën e shteteve anëtare. Flet për mbi 40% të garave të bëra me vetëm një ofertues për një periudhë 10 vjeçare. Flet për një mungesë konkurrence që ndikon në çmimet dhe në kostot dhe për një kozgjatje mesatare të procedurës prokurimit të rritur me rreth 50%. Ndërkohë që shkalla e publikimit dhe pjesëmarrja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme mbeten në nivele të pakënaqshme. Këto janë vetëm disa nga konkluzionet e raportit të Gjykatës Evropiane të Llogarive për vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që nëse e vendosim në kontekst pozicionin e vendit tonë në indikatorët thelbësor që përcakton Bashkimi Evropian, konkurrueshmëria dhe po të shohim në tabelën e konkurrueshmërisë pozicionin e vendit tonë, nëse në mesatare kontratat me një ofertues të vetëm përbëjnë 32.3% të kontratave në vendet e Bashkimit Evropian, për Shqipërinë ato janë masën 23.5%. Dhe nëse në pasqyrën e përgjithshme të shteteve anëtare janë një grup i madh vendesh që fillojnë nga 57.4% e zbresin deri në 35.8%, Shqipëria është midis tyre dhe vendeve si Suedia 22.9, Gjermania 22.6, Finlanda 20.3, Franca 20, dhe vendi ynë është mbi këto me shumë pak, pra 23.5%. Edhe në numrin e ofertuesve për procedurë,
që raporti e përcakton si 3.2 ofertues për procedurë në mesatarën e Bashkimit Evropian, Shqipëria është me 3.7 ofertues mesatarisht, dhe më tutje në Shqipërinë e vitit 2025, numri i prokurimeve për punë publike që janë mbyllur me fitues dhe kanë patur vetëm një ofertues është saktësisht 12%, ndërkohë që në raportin e Gjykatës Evropiane përcaktohet se mesatarja e vendit Bashkimit Evropian është 14%. Të gjitha këto nuk duan të thonë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa faktin që mbi fakte Shqipëria është në një fazë shumë të avancuar të përparimit në këtë fushë dhe nga ana tjetër të pozicionimit në tryezën e negociatave me Bashkimin Evropian. Këtu jam bashkë me drejtuesen e Agjencisë së Prokurimit Publik, e cila është edhe njeriu që udhëheq të këtë proces prej një sër vitesh, duke luajtur një rol kyç në këtë transformim, por është edhe negociatoria e Shqipërisë me Bashkimin Evropian për kapitullin 5, ku përfshihet e gjithë kjo fushë me të gjitha tematikat e veta. Rejda do të bëjë një prezantim më të detajuar duke u nisur nga konkluzionet e nxjerra prej partnerëve tanë, jo thjesht nga konkluzionet e nxjerra prej të dhënave të marra dhe të procesuara prej nesh vetë. Faleminderit, zoti kryeministër. Sikurse u tha, prokurimi publik është një kapitull i posaçëm në procesin e integrimit evropian dhe është vendosur në metodologjinë e re të Bashkimit Evropian tek grup kapitujt themelor, duke i dhënë këtij kapitulli një rol shumë të rëndësishëm, sepse të gjithë e dimë që tek grup kapitull themelorët janë gjithë kapituj që hapen të parët dhe mbyllen të fundit, konsiderohen si kapituj që janë pasqyra e funksionimit të një shteti. Në këtë kuptim, ky kapitull merr një rol dhe rëndësi shumë të madhe dhe sigurisht na ngarkon ne me një përgjegjësi edhe më të madhe. Jemi aktualisht duke zhvilluar negociatat në 2 drejtime në fushën e prokurimit publik. Fusha e parë është procesi i prokurimit dhe kapitulli 5, një nga kapitujt të cilët u hap ndër të parët dhe një nga kapitujt të cilët nuk morën kushte të ndërmjetme për hapje. Kanë vetëm kushte mbyllëse.